Kryeministri Edi Rama mbërriti sot direkt në Vlorë me helikopter nga Tivati i Malit të Zi ku mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor dhe zbriti në fushën e aviacionit të qytetit bregdetar. Më pas ai u drejtua për në Pallatin e Kulturës ku është planifikuar një takim me banorët e Zvërnecit. Takimi nis në këto çaste dhe në të do të marrin pjesë edhe përfaqësues të pushtetit vendor. Vizita vjen pas tensioneve të regjistruara fundjavën e kaluar në zonën e Pishporës. Banorë, ambientalistë e aktivistë kundërshtuan vendosjen e një gardhi në plazh nga një kompani private. Gjatë përplasjes me punonësit e sigurisë një protestues u dhunua fizikisht. Më pas autoritetet arrestuan 3 persona të përfshirë në ngjarje. Kjo e fundit nxiti reagime publike dhe protesta të përditshme në Tiranë. Qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur çdo pasdite kundër projektit parashikuar për ndërtimin e resortit në Zvërnec. Projekti është i lidhur me Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Në një deklaratë bërë këtë javë, gjatë një konferencë të përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, Rama tha se ende nuk ekziston një projekt përfundimtar për Zvërnecin. Ai theksoi se investimi i planifikuar parashikohet të arrijë vlerën e 4 miliard dollarëve dhe se zhvillohet në pron private. Kryeministri deklaroi gjithashtu se nuk do të mbështesë anullimin e investimit gjatë kohës që ushtron detyrën. Sipas tij, kundërshtimet ndaj projektit ndikohen edhe nga faktorë të jashtëm që nuk e mbështesin realizimin e investimeve të kësaj shkalle në Shqipëri.